Rreshtit e dendur të Borës gjatë 24 orëve të fundit kanë rënduar ndjeshëm situatën në sektorin e bujqësisë, veçanërisht në zonat me dru frutor. Sipas specialistit të bujqësisë Arben Hysolli, dëmet më të mëdha janë evidentuar te qershit dhe kumbullat, të cilat ndodhen aktualisht në fazën e ndjeshme të zhvillimit. Kulturat bërthamore janë më të rrezikuara në situatën që na ka shoqëruar kjo situatë me dëborë dhe me ngrica. Sikur se thatë edhe juve, ka kaluar në zonat veçanta -4 deri në -7 gradë Celsius në minus. Rreshtit e papritura në këtë periudhë të pranverës përbën një goditje serioze për fermerët, të cilët kishin shpresuar për një prodhim të mirë këtë vit. Rreth 48-72 orë për të përcaktuar një shkallë deme real në këto kultura. Por besoj se dëmtimi do të jetë serioz. Specialistët e bujqësisë apelojnë për vëmendje të shtuar nga institucionet dhe për mbështetje ndaj fermerëve të prekur, pasi humbjet parashikohen të jenë të mëdha.